Jo. Cili ka fitu në zgjedhje, edhe do më thonë tretmanin cili kemi pas, edhe para zgjedhje, edhe pas zgjedhje, edhe na do më thonë si parti gjithmonë kam përsërisë se na do më thonë nuk e votojmë për që. Zotëra, Radine ka deklaruar që ju dhe zoti Berisha ka shprehur dëshmëri të bashkëpunimit me ta, që është vërtetë që ne konsultime me ta dhe të çuani tek në përkujtuar procesin konkret. Po, na kemi takuar me zotërin Ramush Haradinën, por alon nuk kemi vendosur me bashkangjit në grupi parlamentar. Do më thënë, as unë, as... Fal? Po, presna, keni ndonjë ofertë? Jo, ofertë nuk kemi, veç me bashkangjit në grup, por nuk kemi vendosur alo. Unë nuk mund me fol për vetëm Berisha, për veti, po, nuk kam vendosur. Jo. Po, unë jam shumë sigur që duhet me ecë ma tutje, dhe duhet me gjatë një kompromis, dhe që është vendosë, do më thonë, shumica mrenda kuvendit, që dhe na kena me vendosë të shtë. Faleminderit. Nëse ata bojnë marrëveshje, shumica ka menduar. Do më thonë, jam shumë sigurt. Edhe shumë sigurt se jam se duhet me bo. Po, besoj po. Kam e marrë pjesë, do më thënë, është kryesor se s'jam për, do më thënë, nuk jemi për. Po, kundër. Po, të sot kam e votu. Po. Ishte kjo një deklarim tjetër i Duda Baljas, që rikonfirmoi pra se nuk ka vot për zgjedhje sekretare dhe për qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Po shohim pra që deputetët të tjerë veç se janë duke shkuar në sallën plenare dhe kanë kaluar 26 minuta amerikana dhe ende nuk ka rinisur pra kjo seancë konstitutive, janë duke munguar deputetët e koalicionit fitues, 3 prej tyre tashmë erdhën, Xhelal Shfeshla, Shipe Selimi dhe Rizvanolli. Artone Rizvanolli, ministrën e detyrë drejtar, kështu që të vazhdojmë aty ku mbetëm Amerikanë, pra ishim të diskutuar për le të themi çështjen jo konstruktive të njëjtë nga të gjitha çështjet konstruktive nga të gjitha partitë, le të themi kështu. Po, do të thotë e dëgjuam deputetën Balje, cila mbase ishte, them ka qenë ose mos konsiderohet si qelsi i këtij themi bllokimi, nëse flasim për numra, do të thotë çdo herë qeverit kanë llogaritnat 10-shën, mbase 9-shën, nëse hiqet zoti Hoxha e pakicave, por tani do të thotë në Kosovë përveç këtyre interesave të partive të mëdha politike të shqiptare, ekziston edhe një lloj rivaliteti dhe lufte brenda kësaj 10-shës pakicave. Dhe mbase është mjaft sfiduese që të them që të kënaqen kërkesat e të gjithëve, dhe kjo është pikrisht njëra prej pasojave të kësaj lufte. Do të thotë ka rivalitet brendshëm, pse ajo pakic e ka një trajtim tjetër dhe kjo pakic e ka, ky komunitet e ka një trajtim tjetër. Zonja Balje ka bërë atë kërkesën e saj për komunën, mbase ajo në bazë të asaj që është raportuar deri më tash, nuk asaj është ofruar një post i ministrit. Post ekzekutiv, ose ministri, po. Po, me gjitha ta ajo ka insistuar, tani nuk i di them drejtën të gjitha detajet, pa ajo që shohim është se zonja Balje është absolutisht e vendosur që të mos e jap votën e 61. Për më tepër thasë ka pas diskutime me AKN për të bërë pjesë e grupit të tyre parlamentar që kemi parë televizjet e Ramush Haradinës, themi që ka qenë kështu më insistuesi që të mos ketë vot pro Kurtit, që ndoshta mund t'i bashkohet e grupit e pra po largohet edhe më shumë. Le të themi një deputete nga komunitetet jo shumicë.
them drejtën, unë nuk e di se cili do të ishte interesi i saj ose cili do përfaqësues këtyre komuniteteve që t'i bashkohet AK-s. Ajo që po e shohim kjo mundësia ose ideja e kryesore e AK-s që të krijohet një qeveri e partive jo të parës, po këtyre partive tjera të opozitës deri tashme, nuk po duket mjaft reale, do të thotë qëndrimi i LDK-s është që s'dua mas andeja, s'këndeja, s'dua mas gjë, themi të hidhruar me të gjithë, dhe nuk e di se çka do të përfiton të ajo, megjithatë ajo tha që se kem vendosur ende këtë punë, dhe mbase të presim tani të shohim se çfarë. Shihet se ka noti le të themi çdo mes përfaqësuesve të grupeve të pakicave jo serbe, dihet pakicat jo serbe s'po llogarit asnjëri ta barë për shkak edhe të se mund të dalin keq në opinion sa i përket votave, por po shohim që ka, sidomos këto vitet e fundit ka përçarje edhe mes komuniteteve të tjera që kanë qenë me gjatë grupe unike sa i përket përfaqësimit të tyre në kuvend, por edhe pjesëmarrjes në qeveri. Është ankuar Duda Bale që ka pasur një favorizim të disa prej komuniteteve, pra të konkretisht të ministrit Emilia Rexhepi që tashmë veçel aty në kuvend dhe një farë forme ka hatërmbetje që mund të interpretohet tash si një refuzim ose mos votim për qeverinë Kurti, por vërtetë edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendet. Edhe pse është ndonjë një faktor le të themi kështu përcaktuar do të mund të ishin pakicat jo serbe. Po, do të thotë zonja Rexhepi ka qenë zëvendës kryeministre. Zonja Duda Bale nuk e di tani është kjo përshtypja që ekziston një lloj pakënaqësie që lidhet mbase direkt mes këtyre komuniteteve, trajtimit. Nuk e di, them drejtën, nuk e di se cila do të kishte qenë zgjidhja ose pse vetëvendosja nuk e ka, a është pikërisht komuna bosnjake ajo, mbase them gjitha këto negociatat, bisedimet që po bën në formë jo formale më shumë, po ka lajme të pak konfirmuara mirë ose qëllimisht pak të shtrembëruara që të krijohet një farë lloj narrative. Dhe tani ne do të thotë mund të ndërtojmë mbi të, por sikurse për këtë rast, për gjithë këtë blokadën politike tani që po e shohim, ne po rrim duke i përsëritur mbase këto muhabetet e njëjta, i kemi trajtuar të gjitha qasjet nga gjitha këndet juridike, politike, dhe po rrim duke i përsëritur, po aq sa po rrim deputetët duke i përsëritur këto qëndrimet e tyre, mbase do t'ishte mirë që ta kemi një zë të qytetarit, ta shohim edhe ata se çka mendojnë dhe çka presin nga partit, nga njerëzit të cilëve ua kanë hedhur votën. Dëshpërimi të duhet të ndjehej aty dhe zëri i tyre të duhet që të dëgjohej. Po, për këtë qëllim kemi hapur edhe një anketë në faqen e Kuanetit në Facebook, ku kemi ftuar qytetarë që të jenë pjesë e emisionit special të KTV-s, po besoj do të kemi kohë pasi të përfundoj kjo seancë që t'i lexojmë disa prej mesazheve, pra pyetja cili është mesazhi juaj për partinë që e keni votuar më 9 shkurt,